Ndërkohë me qenë se jemi tek sezoni turistik, ka nisur tashmë, në fakt bizneset janë të gatshëm për të pritur edhe turistët, por ne vazhdimisht duka flasim për sa i përket sfidave që has ky sektor, që mund të vinë qoftë nga vetë bizneset në mënyrën se si organizohen, por edhe me atë strategjinë afatgjatë, pra që ka qeveria qoftë për mënyrën e ofrimit shërbimeve, infrastrukturës apo edhe për ndihmuar në kapitalin njerëzor, pra sa më shumë në afrimin e të rinjve. Cilat janë sfidat, cilat mbeten ende në këtë sektor? Po, në fakt, pavarësisht sipas shifrave të Instat, pra vit pas viti, ne kemi një numër të shtuar të turistëve që vinë kryesisht nga vendet të afërta, pra Greqia, Italia, Gjermania, kjo është edhe përbërja kryesore e turistëve dhe origjina. Pa diskutim që këta turist në Shqipëri hasin sfida qoftë lidhur me infrastrukturën, qoftë me cilësinë e shërbimit, qoftë me strukturën e akomodimit, por nga ana tjetër çfarë shumë e rëndësishme është se nuk duhet parë turizmi vetëm në shifrat e personave që hynë dhe dalin nga Shqipëria. Pra nuk është kjo, ajo çfarë duhet ne të bëjmë një pyetje është cila është a sjellin vlerë të shtuar këta turistë në ekonominë shqiptare? Pra, sa shpenzojnë mesatarisht një turist i huaj në Shqipëri, sa para mbeten në ekonominë